Huat për individet në Shqipëri shënuan një rritje të fortë në fund të tremujorit të katërt të vitit 2025, duke arritur në 371.2 miliard lek, ose 19.9% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë një zgjerim të qëndrueshëm të kreditimit të nxitur kryesisht nga huat konsumatore dhe kërkesa në rritje në zonat urbane. Tirana mbetet motori kryesor i kreditimit duke përqendruar mbi 2/3 e totalit të huave për individët. Në kryeqytet huat arritën në 250.7 miliard lek me një rritje vjetore prej 20.9%. Veçanërisht dinamike rezulton rritja e huave konsumatore, të cilat u zgjeruan me 23%, duke reflektuar rritjen e shpenzimeve të familjeve dhe akses më të lehtë në kredi. Edhe huat për blerje banesash në Tiranë shënuan rritje të konsiderueshme në 18.5%, duke konfirmuar vazhdimsinë e kërkesas në tregun imobiliar, megjithse me ritëm më të moderuar se kredit për konsum. Në Qarqe Elbasani spikat me rritjen më të lartë të huas totale me 23.1%, ndërsa huat konsumatore në këtë qark u rritën me një normë prej 30.5%, sinjali një zgjerimi të shpejtë të kreditimit për shpenzime personale. Rritja mbi mesataren kombëtare u regjistruan dhe në Korçë me 20.4%, Durrës me 18.7% dhe Shkodër me 17.1%. Ndryshe nga huat konsumatore, kreditimi për blerë banesash edhe pse me vlerë më të lartë, po rritet me ritme më të përmbajtura veçanërisht jashtë Tiranës. Korça ndërkohë dallohet si qarku ku huat për blerë banesash dhe huat konsumatori janë pothuajse në të njëjtin nivel, duke reflektuar një strukturë të balancuar të kreditimit për individët. Në fund të tremujorit të katërt të vitit të shkuar, huat konsumatori në këtë qark arritën në 3.2 miliard lek, ndërsa huat për banesa në 3.36 miliard lek, me një diferencë minimale mes dy zërave. Ky raport e veçon Korçën nga shumica e qarqeve të tjera, ku kreditimi dominohet qartë nga banesat.